Qëndrimeve të një grupi arkitektësh, inxhinierësh dhe specialistësh të fushës mbi planin e ri të Bashkisë Shkodër që rrezikon shkatrimin e qendrës historike, Vetbashkia zgjolli t'u përgjigjej me një deklaratë ku nuk munguan as etiketimet personale. Ndërsa hell poshtë pretendimet se i hapet rrugë këtij shkatrimi, Bashkia Shkodër shkon deri në pikën sa e akuzon arkitektin Çuni se ai ka ndikuar për lejimin e ndërtimeve deri në 7 kate në njësinë ku ndodhet prona e tij në kundërshtim me deklarimet publike aktuale. Por arkitekti i njohur e ka sfiduar sërish Bashkinë Shkodër dhe kryetarin Benet Beci, duke reaguar me një koment publik në TV1 Channel, ku e fton këtë të fundit gjithmonë nëse ka guxim dhe kohë të dalin në një debat televiziv. Reagim nervoz i panevojshëm që tregon edhe njëherë pa aftësinë e administratës së bashkisë që nuk njeh as respekton ligjin. Në vend që të reflektojë ndaj një studimi të gabuar e të vlerësojë shqetësimin e një grupi intelektualesh, arkitektesh, inxhinierësh, artistesh e studiuesish, e personalizon çështjen drejt një kauze të gabuar ndaj meje. Megjithse e din se jam njeriu që kam udhëhequr ligjet e trashëgimisë e rregullore të qendrave historike të Shkodrës së Thethit, por edhe të qyteteve të tjera. Jeni gabim dhe bëni mirë të reflektoni sa nuk është vonë. Ju sfidoj në një debat televiziv cili ndon nga bashkia, përfshirë edhe zotin Beci, që rrugtimin drejt bashkisë e nisi me mua dhe me një ekip më të mirë se ky aktuali, që janë këshillues jo të mirë. Ndryshe nga çfarë ndodhte përpara se të merrte drejtimin e bashkisë, tashmë nuk dihet nëse kryebashkiaku në detyrë Beci do të ketë kohë të përgjigjet një ftesë të tillë, si dhe të merret me shqetësimet e qendrës historike të Shkodrës, që po rënohet ditë pas dite. Pasi tashmë mbi supe, ai ka halle të tjera që do t'i duhet të përballet me to. Ndryshimi i kursit është i dukshëm, pasi në 25 marsin e 2023 në rrjetin social të tij, Benet Beci shkruante në një takim me arkitekt ndërtues e pronar të objekteve në zonën muzeale të Shkodrës, ku raja mendimeve është e domosdoshme. Në ndryshim me çdo bashki tjetër në vend, Shkodra ka kërkuar vendosjen e planit të detajuar vendor në qendrat historike. Kjo gjë bën që në zonën historike të Shkodrës dhe Thethit pengohen restaurimi dhe rikonstruksionet, duke u bërë shkak për ndërtime e punime pa leje. Bashkia ka refuzuar dhe mjaft leje të dhëna nga Ministria e Kulturës për zonën historike dhe nga ana tjetër ka dhënë vetë leje që nuk janë në kompetencë të saj. I gjithë ky ngërç i krijuar për zonat historike ka rritur informalitetin, por dhe papunësinë, si dhe ndikon drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të Shkodrës. Kam shumë besim se me forcimin e bashkëpunimit vendor qendror do të mund ta zgjidhim këtë problem, duke bërë të mundur zhbllokimin e situatës, përfundon Beci. Por prej asaj dite dhe deri më sot, për qendrën historike, kryebashkiaku në detyrë Beci jo vetëm që nuk bëri asgjë, por bllokoi lejet dhe lejoi shkatrimin e mëtejshëm të kësaj zone historike, një krenari kombëtare që e trashëguam nga arkitekti i njohur Koli Dromeno.